Na e tregon një hadith, po pa tjetër. Është një hadith që transmetohet tek Sahihu i Bukharit, ku thot profeti alayhis salam: "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Qalu: "Wa man ya'ba ya Rasul Allah?" Qala: "Man ata'ani dakhala al-jannah, wa man 'asani faqad aba." Kuptohet prej këtij hadithi se profeti alayhis salam ka thënë: "I gjithë ummeti im do të hyjnë në xhennet, përveç atyre që nuk duan." Than: "Po kush nuk do i dërguari i Zotit?" Tha: "Kush më bindet mua, hyn në xhennet. E kush më kundërshton mua, ai pra nuk do me hyn në xhennet." Subhanallah. Me u bind profetit alayhis salam, me i zbatu porositë e tij, hyn në xhennet. Me kundërshtu profetin alayhis salam, me kundërshtu porositë e profetit sallallahu alaihi wasallam, Zoti na rujt, kundërshton me hyn në xhennet. Prandaj elus Allahun e lartësuar që të na bëj prej atyre që i binden profetit alayhis salam, e besojnë profetin alayhis salam, i zbatojnë porositë e tij. Allahu na boft prej xhennetlive. Amin.